ka informacione që brenda vetë Serbisë, sidomos në Vojvodinë dhe në Novi Pazar, ka zhvillime për çështjet të drejtave të komuniteteve të cilat nuk zbatohen dhe ndoshta komunitetet atje do të kërkojnë të drejtat e tyre përmes rrugëve tjera. Pra, në Vojvodinë, siç po më thoni pak më lart, është një paralajmërim që nga aty mund nis shpërthimi? Ka zhvillime konkrete në Vojvodinë, madje me sa kam informacione ditën e sotme është mbajt një takim mjaft i rëndësishëm i komunitetit atje, i cili në vazhdimsi ka kërku të drejta të veçanta, apo mund të themi të avancuar për komunitetin e tyre në atë pjesë, duke filluar nga ndarja e drejtë e taksave, domethënë sepse siç duket Vojvodina është njëra ndër zonat më të rëndësishme të ekonomisë në Serbi, por që është jo e përfaqësuar mjaftueshëm apo në mënyrën e duhur sa i përket shpërndarjes së taksave, pastaj çështjet të drejta të komunitetit i cili kuptohet që nuk është komunitet serb dhe që ka pas në vazhdimsi shpresa se Serbia do të veprojë drejt vlerave europiane dhe jo kundërta, dhe pashtu kemi zhvillime edhe në Novi Pazar që realisht mund të konsiderohen si ndërlidhje të këtyre aktiviteteve të Vojvodinës që në fakt kanë edhe një mbështetje ndërkombëtare posaçërisht është Shteti i Bashkimit Evropian. Zoti Elezi, kur thot Vučić që kemi armë që janë sekrete që nuk i din, kujt i referohet? Çfarë armësh ka që mund të përdorë në rast të një konflikti? Në fakt, po, ne kemi pa disa deklarata që janë për konsum publik, për fillimisht për të ngritur besimin tek qytetarët serb në këtë situatë ku qytetarët serb kanë filluar të friksohen rreth asaj për të cilën ata kanë menduar se Serbia është një shtet shumë i fortë, Rusia është pashtu një shtet shumë i fortë dhe mbron serbët në të gjitha dimensionet, duke u bazuar edhe në marrëdhëniet që Rusia dhe Serbia kanë me partnerët ndërkombëtar përfshirë Iranin, Kinën dhe shtetet të tjera që janë kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por këto sfida të vazhdueshme për aleatët e Rusisë padyshim që e kanë friksuar edhe qytetarin serb. Dhe Vučić duke tentuar që të ngrit moralin të qytetarëve serb, po mundohet të promovoj gjëra të panjohura që në fakt neve e dim që ka disa raketa të cilat ishin siguruar më parë me rreth të gjatë veprimi nga Irani dhe Rusia, dhe të njëjtat nuk i ka shfaqur deri tani më publik, por që kanë, mund të themi, potencial për të rrezikuar vendet të qoftë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut apo Malin e Zi. Dhe në këtë rast kujtoj që ky është ai potenciali i fshat i Vučićit, i cili po tenton të përmend, sepse janë raketa realisht me rrezet mesme të veprimit që posedojnë edhe peshë specifike dhe angazhim konkret. Pra, këto raketa mund vinë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, me pakta. Padyshim që mund të fluturojnë dhe mund të përshkojnë këto territore pa ndonjë problem në kuptimin teknik, dhe ka marrë parasysh faktin që vendet që përmendëm nuk kanë, mund të themi, radar që ndalojnë këto zhvillime, dhe këto ndoshta është ajo pjesa ku duke kërcënuar sigurinë e vendeve të tjera përreth njëkohësisht mundohet që të ketë, mund të thënë, në lupën e faktorit tjetër ndërkombëtar që janë Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të qenë palë e rëndësishme në kërkesat eventuale që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe Shteti i Bashkuar të Amerikës për mos cenimin e sigurisë nga dyshimi ballkanik. Ne i kuptojmë këto veprime të Vučićit, por jemi të bindur që kjo që ka ndodhur sot në Iran do ta bëjë të mendojë mirë të njëjtin, sepse pasojat do të jenë serioze dhe të bë dyshit që ishte sot në Teheran mund vi sërish Kosovë sigurisht në vitin 1999. Pra, për ta mbyllur me këtë, po shkoj tek postimi i Trumpit pak ditë më parë që në moment që flisë për lindjen e mesme përmendi edhe Kosovën. I bie që nuk e ka përmend Shkarazi sepse i ka dhënë një sinjal qartë edhe Serbisë në këtë rast, sepse satelitit krahu i kput i Iranit, Rusia ka problemet e veta si iku Irani, iku dhe Siria, plus me Ukrainën, edhe është momenti ndoshta po ta shikojmë një këndvështrim tjetër më i pafavorshëm i Serbisë. Kështu që paralajmërimi ishte i qartë i Trumpit, po ta marrim në këtë këndvështrim. Në fakt, Trump duke pasur informacionet e duhura ankora reale nga inteligjenca amerikane dhe zhvillimet brenda Serbisë në aspektin e organizimit të sigurisë nga dyshimi ballkanik përfshirë Kosovën, i ka bërë mesazh të qartë para se të ndodhë ajo që ndodhi në Iran, me të njëjtin mesazh që mund ndodhë në Serbi. Të jeni të sigurt
se ndërlidhja e deklaratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me zhvillimet në lindjen e mesme, përkatësisht në Iran dhe bombardimi ditëve të sotme, është njëkohësisht një mesazh i qartë për të gjithë ata, përfshirë Serbinë, të cilët do të tentojnë të pengojnë angazhimet e SBA-ve për paqe, siguri dhe rend në vendet të cilat SBA ka ushtruar, mund të themi, një partneritet kohë gjatë. Jeni të sigurt që ky deklarim është bërë pikërisht para se të ndodhë ajo në Iran, në mënyrë që edhe populli serb ta kuptojë qartësisht se cilat mund të jenë pasojat nëse të njëjtit do të jenë gatshëm që të mbështesin Vučićin në angazhimet e tij për të cënuar interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mos të hapëm edhe një herë ta përmendni se SBA është shumë angazhuar për sigurinë nga diçka. Konkretisht forcat e saj ushtarake në Kosovë janë garanci jo vetëm për sigurinë e Kosovës, por të gjithë gatisht ballkanit dhe janë, mund të themi, asetet kryesore nga ku SBA-ja dërgon mesazhe të qarta qoftë Serbisë apo aleatëve të saj se në rast se do të prekë në angazhimet e saj të sigurisë do të përballet me sfidat të cilat i pamë në sotme në Tiranë. Zoti Elezi, faleminderit shumë për bisedën. Gjithashtu.